Si shkanë thonë djetartë, zinaja është knatësie një qastit të vogël, është vujtje gjatë ta njetës. Ruajtja e nderit dhe kujdesi që njeriu mos të përlihet dhe mos të njëlloset me zina, me amoralitet, me likësi, me flisësi. Zoti na ruaj nga likësit dhe njollat të cilat Zoti Gjelle Gjelaluhu nuk i don. Nësa moraliteti është sendi më i fliqur çka njeriu mundet më godit me ta, sendi më i lig, sendi më poshtërsues. Ibn Qayyim el-Jauziyja në librin e tij El Jawabul Kafi, në përgjigjen e mjaftuar për ata i cili pyet për ilaçin nga sëmundja e zinajës, çka ka thënë? Ka thënë në zina, ka thënë janë të gjitha shkatërimet, në moralitet janë të gjitha likësit, dhe shpesh ka thënë Zoti e bashkon zinajën me shirkun. Shpesh Allahu në Kur'an, vëllezër, e bashkon zinajën me shirkun. Andaj Allahu që ka thënë mushriku e marton mushrikun, zinaçarja zinaçarin. Çka i ka shti këto me një kontekst? Shumë kanë ngjashmëri. Shumë kanë ngjashmëri. Andaj shpeshherë Allahu xhelal ku ndalon nga shirku, thot dhe nga fahishja, nga zinaja, nga moraliteti. Andaj dietar kanë thënë, prej qëllimeve të martesës është ruajtja e nderit. Ruajtja e nderit. Pastaj ndër fjalë që i tha pejgamberi Allahu tha: s'ka kush që është më xheloz se Allahu Azza wa Jall. E Allahu është edhe më xheloz kur një rob apo një robëresh e Allahut bojnë amoralitet, zina. Pra vepra më e shëmtuar, më e urrejtur tek Allahu Azza wa Jall është amoraliteti, zinaj. Këtu përmendin me veçanti trit që të kenë frikën e Allahut Azza wa Jall, që të ruhen nga zinaja, që të ruhen nga moraliteti, se i riu që thonë fjale e urtë e jona popullore se flituran, mendon se aty mbaron problemi. Jo vallai, problemi i zinas vazhdon dhe i thtina e asaj vazhdon edhe mas pendimit, vazhdon edhe mas të ubes. Të mos mendojnë se problemi i zinas dhe gjyraj mbaron aty kur ta mbaroj shpunën tonë. Jo vallai, ta dini se vazhdon edhe ma pas. I thtina asaj pasojat e këtij mëkati, Zot, janë të hatashme që ndoshta gjithë jetën i ngrej me vete. Pa tregon një njeri i cili është i paralizuar dhe thot nuk e kam shkujt këtë shkeres dhe nuk kam tregu për këtë tregim, vetëm me shpresë që Allahu Azza wa Jall të më fal mëkatin dhe gjunojnë dhe të marrin mësim të qertë, se ai që ja cenon derin të qerë ka për që cenun deri ti. Dhe tregon një ngjarje, thot ishmi në moshën e re, ja cenonin derin të qerëve, si cili prej nesh u lavdëron të cili ka femra më tepër dhe më të bukura dhe më i dash, derisa një ditë prej ditë deshti Allahu Azza wa Jall të më jep një këshill, të më jep një mësim, që këtë mësim të ngele për mban njerëzimin, se ai që ja cenon derin të qerë ka për që cenun deri ti në këtë dunja, para se të ndëshkon Allahu Azza wa Jall në varë dhe në kiret. Ta një ditë për digje një kolegi im, një me miku im, ta jasot tha se kam rënë kontakt me një vajzë të ndershme dhe kam ashtru atan dhe ja kam paraqit se du të martohem me ta, nga një familje ndershme. Tha derisa e ban takimin dhe ban zina me ta, e pastaj i kërcënohet asaj dhe i thot se të kam incizu, e pastaj mu e fut në dhomë kur ta shof të del motra ime. Ta kur e kam pa motrën time dhe kam u vetdijen,
dhe ka morë sulm dhe më kanë dërgu në spital. E pas një kohë tha jam ngritë mirë, po kam ngel gjis paralizuar, dhe kur shkoj në shtëpi, tha si kur që të kisha vdek ato qaste dhe atë dit, tha motra ime mu ka drejtu dhe më ka thonë, o vlavim pasha Allah unë kam qene sinqert, do ke mendu se aj do të martohet me mu, mirë po mos harro se Allah u ta ka dërgu ti, mosim dhe të ngjajshmeve si ti, që keni bo hajgare dhe ja keni cenu nderin të qerve, pra i që ja cenu nderin të qerve, do e mos do t'i qenohet nderi ati. E sa kena prej atinve të cilët, jo vetëm që ja kanë cenu nderin mirë po, dhe i kanë incizu dhe i kërcnoj. Sa prej tyre personalisht i njoh, të cilët nuk mjaftojnë me makat dhe gjuna, që e kanë i dhëru Allahun dhe krijuesin e tyre, mirë po vazhdojmë në krim edhe mëtej, në vend se t'i pendohen dhe të rregullojnë raportet me Zotin e tyre, mirë po edhe mëtej ata i kërcnojnë të qertë, mendojnë se Allahu Azza wa Jall nuk shiqon, mendojnë se Allahu Azza wa Jall haron, mirë po Allahu nuk haron. Ai që ja cenon nderin të qerve, do t'i cenohet nderi ti nëse nuk me nëzitim nuk i pendohet Allahut Azza wa Jall.